Këto është dy ushtru asfalt, dy bo baza, edhe ka më shku te në luk batë. Një fjallë polit për mbjesh këtu. Edhe është një me vazhdua pet prej lukit batë, deri në bjeshkën Qërshriza. Para lufte veç një pjesa meshme, kanë mujt me dalë, quhet krejt e Ferizit. Aty, qështu shëref. Aty ka qenë babgjyshi im, bash babgjyshi, baba i babës. Edhe shtu si to kemi tash e gjimni me vite. Mirë po, kë luki gatë është një pronë, qësh më thonë, e dy mahallëve. Haxhotaj edhe Mataj. A qashtu? Edhe në ato vise tjera të meshme të bjerëzve nuk kanë guxu këtu më ardhë. Se Karaulli këtu o ko mbrojtja e ushtrisë serbe. Mirë po tash mas lufte kemi filluar që ky Kushërini, ky i din edhe në detale se ka përjetuar edhe baba i tine. Mjek dy herë prej këtu, nuk në kanë leju me jetu këtë, që është zonë e ndaluar dhe shenë për parë, të sërbjeshtë e përshpatë. Pa, normal. Unë këtu kam linë, si të pjesh kam linë. Po, vëlla 1954. Babën blegtore ki pas? Po, baba ka qenë blegtor. Deleve? Deleve, po, kemi dalë mbjesh tjetër se në kanë ljonë këtu. Serbi ka dominu atër. E në bjesht tjetër ku keni dalë? Kemi dalë pasita vokshit është atje. Atje kemi dalë traku, por kemi dalë kus në leshi sebis në kalonë. Kus në kalorë atë. Po tash qysh po ndjeni? Mirë. Tash po delni të lirë, po delni... Mirë, vëlla marojsh ma bukur s'kash. Mirë. Po për këtë kopsh të bukur, për këtë obor të bukur, kush po për kujdesit? Vëllaj, ky vadit që është gjatë ditë, Po? unë e fshi pastraj. Edhe i ke mbjell me siguri lullet i ke mbjell ti, jo kë? Jo, une. Ky vadit ka i herë. Po shumë mirë, po Qashtu? dojnë edhe lullet dojnë për kushtim, apo jo? Po vëlla, dojnë këshyrë fakt. Ama Dojnë është njësme. shumë interesant se të bëjnë ajo të shumë karakteristike, dallon të i tanë atjerave. Me këtë kopsh bukur, me këto lullet, lulëzum me gjithë kohën. Edhe me mers. A është zor me i mbajti në bjeshk? Faj po vëllaj se koha fta. Pikrisht për ata, qysh po më një adërti me i bajt ka shëndetshme? Ju qës ple, mundone me i prashit, me i vadit, me i qështër, sa të nëma. A vis me bashkëshorti një këtu, apo jo? Jo, i kom thmin e djali. A ju vinë ata, apo po? Në kazim atëherën, këtu tash e mi, qësh më thonë një vend të lirë, se kjo zonë e jana, zonë e vokshit. Mirë po, nuk kemi mujtë mi këzuë që është duhet. Pro në jana akon, po në ka udheq që të kosh. E tash i këzojmë të lirë, shëtitim natën, ditën, të njën një tjetëri, s'kemi përqamje, jashtë zakonisht marrëdhëniet janë të mira. Miru pafshim. Një mi konë të rollën se serbeve e dim se shka ka bon një. E tash imi të lirë që ta dëshmorë. Pa në gjak e tyne. Po gjak e tyre në shërë, unë e mi të lirë. Unë e si fmi që të kom lindë dhe e moj men mirë, nuk u dëshë mas mua frutet e karahullet e telat që kanë qenë. Edhe nuk kanë pas mëshirë, s'kanë pas. Është farë që zotit u shliru vendi dhe kem dërtu që të vjetë, do që një vete kem dërtu. Ne imi të më shumë, pjeshka është jetë. Shërim për Zotin pa. Po, për besë. Për hatët një pleqve ka bo, me na shëru, edhe na ka shëru, edhe kem pas sukses, se unë kom bujt për janë e mije sa vjetë, edhe falë Zotit që 4 vjetë, veç jom nëzirë për janë e mije, edhe me të pa më syve s'jom ko mirë heq, kom majtë syza, do me thonë që 5-16 vjetë e kënej, që 4 vjetë nuk i majtë, a shpej se dalë në bjesht i maj heq. 7 operacione kom pas. Fytë kam qenë operume dhe të tjera operacione. Falë Zotit mirë jam shumë. Ta atëherë konë kurs jam ullë në tokë. Se i kom pas 4.000 bëgjël të mitë, plus edhe 3-4 hujtë si veshin e ana një pa mesa dikush e dikush.
Edhe u dëfke gjithë ditën e gatë laj, shpërlaj, bon buk, dhe buk, që buk, lajen. E kam pas i grimuj, aty i grim kru, dufke me prit në ranë me shoh që ka i gjësor gati një orë. Desa di kërendë mi mush i gastaroj. Te gura kështë. Dhe që i bëri me kem pas krejt stanishta. U dufke mi mjell dhat, mi mjell lup, me bodarken, me lajen, desa e gjojshim kohën me thejt për gjumë. Mu qëtësu pak. Vike 12 ora në atë së bëjke. Me se të mëto natyrën pra ashtu. Si për i lashën Me qenë se tani është kjo takon zonë së mbrojtjes të Parkut Nacional, kompetencët janë në kuadrët e Ministrisë së Planifikimit të Ambientit, komunat janë të zhveshur për kësaj, po iniciativa private nuk ka munguar, ka potencial natyror, ka edhe njerëz që kanë mjete, janë të interesuar me investu, po dojnë një siguri të mjeteve. Dojnë, më thonë, një plan regulativ absolutor pajtim me ligjet e Parkut Nacional, ligjet e shtetit tonë, në mënyrë që gjithçka të jetë në përputhje plot me kriteret e ekonomisë së tregut. Po ajo është një ndërtim i rrugës e hap mundësitë edhe më të mëdha për investimin në fushën e turizmit, e rrit çakollimin e njerëzve në lidhje pa pengesa, edhe rrit interesimin për investimin në këto ambiente, në këto lokalitete të nëbjeshme. Është hatu plani, po duhet mu afrua interesat e komunitetit me Ministrisë së Planifikimit dhe të Ambientit. Mu koordinu edhe me qysh me rujt gjithë këtë kapital që është investu në këto bjeshk, se në fundit është e dhimshme dhe pa mëraçme me shemë dhe gjitha këto investimet që në bëhet të qytetarëve tanë, që kanë punu vitin më radhë në botë leshte, kanë investu në diçka këto bjeshk dhe me shkatru dhe kjo është e pa mëraçme. Pra, apeli është që sa më shpejt të bëhet një koordinim mes të interesat të komunitetit, të biznisit edhe të Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit. Këto që 18 vite, do më thoni, kemë marru stanet, edhe dalim. Zakonisht dalim kulçohen fëmija për shkollë me kem njerëz këtu që është në punë, do më thonë, vjen e bën natën këtu, në mëngjes djerë këtë herë edhe shkon punë, do më thonë. Kemi asisë që është ardhur pej Zvicra, e ka lçu Zvicra, do më thonë, fill Kojshi këtu e kem, që 20 vite e ka lçu Zvicra, do më thonë, ata bjeshkët tona kanë çrru, do më thonë. Unë e kam nonën që tu nona e don shumë bjeshkë. Ajo kur vjen këtu, do më thonë, për 80% shtrëngohet. Shnin del mbledh bornica, që tash në më dal për 2 orë t'i mbledh 5 kg bornica, shka s'mund të thas shoqja jem, se është gjenerat shumë e reja din. Po bjeshka i ka ato të veta të mirat. Unë e fakt vi vetëm për vikend, me vizitu nonën e djalin e Kuçërit, edhe me kalu një ditë mirë këtu. Djali emët më mator të bën gjirosh nëjna ka pak, bornica mbledh. Çdo vikend thuja se vim verës. 2 muaj, 3 muaj, çdo vikend vim këtu me vllazën, me familjar. Që tu jemi 4 stane tash për tash. Ndërtimi rrugës e ka shtu interesimin për thuja se për krejt Dugagjinit, edhe për Kosovë mund më thonë janë të ardhë me i vizitu këtu vend, Gjorovicën, se është Gjorovica mos afër të Peshtuhit. Për të në bjekshve tjera i bën 3 orë, 5 orë, për këtuhit 1 orë gjysë. Sa veta jeni këtu? Edhe trike, një djerë në shpesë sot ka mund gjitë. Ndjedhem bashkë, rrim bashkë, shkat kem bashkë në ledine që si me hajnë të në bashkë. Po, si në herë konë ma pështire, ma zërë, ma një rritë fëmi në konë ma pështire tash. Ta në punë t'jenë ma mirë, që jenë reglat ma të mirë. Kur keni dalë si vjetë? Që i muje gjysë. Sa do të rrini? Pa i edhe një 3 javë qërtë. Me kënë dilni këtu? Vëllaj djemët një binë, enën djemët vetën sërinë, adi një djade, haj djade. Ata i delshë me vjehrën, edhe na kunjata, her njona, her tjetra, një vit njona, një vit tjetra. Me fëmijë me fëmijët me krejt, me vjehri, me fëmijë. 15 fëmijë kem pas, vajgjil. Quvët? 5 fëmijë, 5 kunjatë, 5 tjetër kunjatë. A 3 kunjata? 3 kunjata. Edhe i kem këqyrë fëmijën tonë, qesi e dalët, i ka këqyrë 15 fëmijë. I ka la, i ka nërru me tesha, me ujmë plaqicë kem pasë shumë. Këto kem ujtë mama. Këto ujtë ka ma pak. Pse? Unë kem të marrën 5 ljerë, ka ujtë pak.
Bjeshkën e kem të mirë, po unë kem pak. Po me pi? Edhe me pi edhe krejt. 19 vjet dalim. Të doktori, Për gjithë as t'ja bje flam, as t'ja bje san. Ai kush e ka mundësin, Me dal, 13. veç mira për shëndet edhe kush e ka për fëmijë, për krejt. Ja, I kemi jo se- rejat jo e si- mira, jo djemt se e me mirë, atë- na i kanë bo kushtet e mira djemt. Vinë shpesh, na vizitojnë. Të në bashkë. Se neve o Po zërë me bojmë pak- pakon fata. Po bëjmë si mirë. I ditë të thirë njën në ashtu që një ditë njën në ashtu. Knaqëm bashkë. Ka shumë e ke dashtë babën? Po, shumë. E ke bo dhe tatu në dorë babën. Më dashtë tash. Me pas të na në veti. Që sa ka vdek baba? Që një vjetë. Jam rrit në Bjeshtjonikit. Vllav i madh o lind Bjeshtjonikit. Do më thonë prej ateshit na jemi shtu me junek, me qasi, doj, nipa, tani e te kemi që mirë, edhe ta është edhe ma mirë. Jemi të knoqën, si jetojmë bashkë që tu, pak po mirë. Se na në gërbet ashtu kështu jemi pak se të përmallushëm, po Pa tjetër. çdo ai njeri si jetojnë këtu, rrinë këtu, i dëshiroj suksese këtë jetën. Përshëndetje. Si je? Edhe ti mërgjimtar? Po. Si ke emrin ti? Qëndrem, Po si po kalon qëndrim këtu? Kur keni ardhur këtu? kemi oqë javë ditë. Normal jemi Po? 5 lozën, këtë jemi bashkë. Po Që ta shi. më mirë, dhe këtu jemi 25. Në fëmijë me gra me. Apo keni vend këtu mjaftueshëm? Ja, këtu jem ka mas lufti, më në mani pari me dhabgjështemi. Këtu respekt unë e kom shumë të madhë, për të gjithë. Por, Po, që aty ka pak si për na fynë me që tu, jo jenë po gërnohë që ajo që tu, nësë jemi qase. jeni ata që na keni mbajt në kam kur ekonomia ka qenë për Ka tokë, qenë- edhe pushtuesi mi Ka qenë krye. katastrofore se një ndonë në vitin 1991. Mhm. Me se pakon në që atje gërbëqort, këtu veç o konë vendi shumë i dërmund. Çdo njeri si o dorë për një shkaq. Nuk do kur s'del me mshu vendin e vetë për qif. Unë që tu kur të largojna prej shtujt, sot ju thash, unë shkoj të i kajt poshtë, në shpi edhe në Gjermani. Se me mollë, njeri po shka me go. Kjo edhe nuk mundon.